Përshëndetje vllazën e motra, për të gjithë ju, pro që doni të vini në zonën e Bashkimit Evropian si musafir, nuk keni një vizë pune apo një pasaport pro të jetoni këtu, kujdes pasi që ka fillu sistemi EES, pro exit apo entry-exit sistem të zbatuhet në mënyrë shumë të rreptë, intenzive. Pra do t'ju miren gishtat në kufi, do t'ju bëhet një foto, edhe është e pamundur mo ti më shef një ditë që keni nejtë për shembull në Gjermani, apo Suedi, apo ku do në cilin du shtet evropian. Pasi që është bërë në mënyrë digjitale. Çka është më e keqe, edhe ju të cilët keni pas nga dy shtetësi, Shqipërisë, Kosovës, Malizit, Kosovës, e kështu me radhë, pra mon nuk funksionon ai sistem me orë me njënën pasaport, me shku me tjetrën. Pasi që në kufi do të zbulohet me njëherë se sa keni qëndru. Për atë arsye ju thëm, shkruni ditë. Pra, mone kontrolën, mrena 6 mujve keni drejt 90 ditë të qëndroni. 6 mujorin e 2 të vitit keni drejt edhe 90 të tjera. Nga ky sistem përjashtohen të gjithë ata që kanë një vizë pune, një leje qëndrim të rregullt, pavarësisht në cilin shtet evropian, apo ata të cilët janë me shtetësi, edhe për ata pra nuk është ky ligj proaktiv. Vetëm për ata të cilët janë ose me vizë turistike, ose që e kanë liberalizim linkja. Vllazën e motra, shpërndoni këtë video, unë ju përshëndes të gjithëve me respekt. Muhamet Bajrami Meti, kalini sa më mirë dhe mos harroni bëni follow për fund. Tom.